575 maturant lushnjar nisën sot provimet e maturës shtetërore 2026 me testin e parë, atë të gjuhës së huaj në 4 qendrat e caktuara të provimit në shkollat 18 Tetori, Jani Nushi, Skënder Libohova dhe 4 dëshmorët. Provimi shënon nisjen zyrtare të procesit të maturës për këtë vit, një etapë e rëndësishme për nxënësit që mbyllin arsimin e mesëm dhe synojnë të vazhdojnë studimet e larta. Sipas rregullave të përcaktuara, nxënësit u paraqiten pranë qendrave përkatëse që në orën 8:30 për të kryer procedurat e identifikimit dhe kontrollit, ndërsa testi që zgjati për 2 orë e gjysmë filloi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30. Autoritetet arsimore u kanë rikujtuar para nisjes së testimit masat që duhet të respektohen gjatë zhvillimit të tij, duke paralajmëruar ndalimin e çdo pajisje elektronike, përfshirë telefonat celular, orët inteligjente dhe mjetet të tjera që mund të përdoren për komunikim ose akses në teknologji të inteligjencës artificiale. Në këtë ditë rëndësishme për mbi 26.600 maturantë në të gjithë vendin dhe për të gjithë sistemin arsimor, Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro ka përcjellë një mesazh urimi dhe inkurajimi për të gjithë maturantët që i nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore, si dhe për stafet e institucioneve arsimore që do të ndjekin mbarvajtjen e këtij procesi. Sot, me provimin e gjuhës huaj në datën 9, provimin e gjuhës shqipe në datën 16, provimin e matematikës dhe në fund në 23 qershor me provimin që ju keni zgjedhur vetë. Është një proces i gjatë, keni punuar të gjithë, i keni kryer të gjitha detyrat, jeni servitur me testet model, me orët e këshillimit me mësuesit, me përgatitjen emocionale dhe sot kam kënaqësinë që t'ju uroj me gjithë zemër mbarësi edhe shumë suksese, sepse është një ekip i tërë që ka punuar dhe vazhdon të punojë për t'ju mbështetur në organizimin e këtyre ditëve të rëndësishme. Rreth 2000 mësues, rreth 170 administrator nga sistemi i Ministrisë së Arsimit do t'jenë sot me ju gjatë gjithë ditës që mbarvajtja e këtij procesi të jetë një sukses. Në të gjithë vendin janë 144 qendra provimi në shkolla. Mbarvajtja e procesit do të mbështetet nga 2087 mësues administrator dhe 170 monitorues të Ministrisë së Arsimit, ndërsa 650 vlerësues do të angazhohen në korrigjimin e testeve të maturës shtetërore.